Këtu e ki le feminizmin, patriarkalizmin, kur gjohiqin, këtu shteti është në lamë. Anjeza, a mendon ti që feminizmi sot po krijon përçarje për burrat edhe ndaj burrave dhe grave? Ndoshta edhe krijon pak. Unë e thash edhe në fillim, mendoj që e kena tepru. Po flas përgjithësi kështu me drejta. Çka është për shembull e tepërt për ty? Tu kërku shumë drejta që ndoshta nuk është e nevojshme, veç duhet me pas as barazi, nuk jam as për barazi. Secili drejtat e veta edhe mendoj që i shkon. Çka barazi drejtat e veta? Çka barazi? Nuk ki nevoj me kone barabart me burin, me pa tjetër qa për burin me bo edhe te, se për më kapësh në fjallë, se jam të folë. Okej, u krej. Edhe që kjo është barazi, që të me mlonë me folë, se ke folë që gjysore. Të kom dëgju. Nuk duhet me pa tjetër qka për buri, për mu buri është maj fort fizikisht, unë e mendoj që ashtë, del me punu e mon familjen, shtylla familjes, njëtën kohë që gruja është në shpe, për kujdeset për fëmin, edhe pse gratë nuk janë në shpe, gratë i ki të gjitha të punu, të gjitha në njëtën kohë, të më thonë gratë janë heroina, jo shpellare. Pik. Kjo është rregull i jetës, nuk është shpellare.